Dikur në fillim të viteve 90, ceremonia e ambasadës greke për festën kombëtare ka qenë shumë e rëndësishme. Radha për të hyrë zgjaste rreth 1 orë dhe aty ftoheshin deri në nivel drejtor drejtorie. Interesi vazhdoi gjatë derisa u krijua zona Schengen dhe shqiptarët nuk ishin më të varur për viza vetëm nga ambasada greke. Pastaj pak nga pak interesi ra. Natyrisht rëndësinë e mori ambasada amerikane. Befa Sali Berisha sot na riktheu mallin e viteve 90, kur mezi pritej festa e ambasadës greke për të takuar konsullin dhe për t'i lutur për ndonjë vizë. Ai nuk e ka mbajtur dot gëzimin që i ka mbritur një ftesë nga ambasada greke dhe ka postuar në Facebook. Siç bënin para disa vitesh disa zyrtarë që kur akuzoheshin për korrupsion, postonin vizën e ambasadës amerikane për të treguar se nuk ishin të korruptuar. Duket se embargoja e ambasadave perëndimore që e kanë izoluar është çar nga ambasada e Greqisë në Tiranë, natyrisht në ndikimin e Belerit. Berisha është aleati politik i tij pasi i ka futur 2 kandidat në listën e Vlorës, në një kohë kur demokratët mezi prisnin që në mes të marsit tu vinte një ftesë nga ambasada amerikane, aty erdhi nga ambasada greke. Nuk është pak. Rëndësi ka që të paktën një ambasadë e ka marrë seriozisht. Besoj se edhe ambasada ruse mund ta ftojë të tjerat si ta shohin të arsyeshme. Por paradoksi i tij është se në vitet 90, kur gjithë shteti shkonte në festën e ambasadës greke, ai nuk shkonte sepse i akuzonte grekët se kishin stërvitur terrorist mes tyre edhe Belerin për të sulmuar postën kufitare në Peshkëpi në jug të vendit ku u vran 2 ushtarak shqiptar. Dhe në atë kohë ishte në gjendje lufte me ta. Tani kur të gjithë kanë harruar që ekzistojnë ende festa ambasadash, ai lajmëron shqiptarët i gëzuar që është ftuar. Kjo tregon se sa shumë e ka vuajtur izolimin ndërkombëtar dhe çfarë ka fituar deri tani. Pas 4 vitesh luftë me SBA-t, Britaninë e Madhe dhe vendet e BE-s, ka fituar të drejtën të shkojë në një koktejl në ambasadën greke në Tiranë. Kështu fillon kjo punë pak nga pak. Edhe emigrantët kur arratiseshin për në SBA e çanin rrethimin duke ikur fillimisht në Greqi dhe kujdes mos bëj sherr për karrigen. Ulu aty ku të thonë sonte se ke për herë të parë.